Nga shumë që shkuar që të realizojmë dhe intervistën me mjeku në studio, kam derin dhe kënaqësinë që në këtë mëngjes me mua dhe ju të dashur miq të kem doktoreshën Rina Tafarqiku, endokrinologe. Mirëmëngjesi doktoresh, të mirë se jeni në studion tonë. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kemi në studion në këtë mëngjes. Faleminderit për të kësaj dite të diel dhe qysh në fillim programit mëngjesi e paralajmëruam dhe temën për cilën do të diskutojmë sot ka të bëjë me çrregullimin e gjendjes tiroide, por dhe njërit shënon dhe dita botërore e tiroides. Po, sot me 25 maj është dita botërore e sëmundjeve të tiroides. Është ditë se datë që daton prej 25 maj të vitit 2008, kur dhe është caktuar kjo ditë prej shoqatës evropiane të tiroides. Është edhe data kur dhe është themeluar kjo shoqatë, prandaj edhe shënohet në gjithë botën. Sigurisht teleshikuesit janë kurioztar të dinë pak më shumë. Do të ndalemi në përgjithësi tek gjendra tiroide fillimisht se çfarë është gjendra tiroide. Gjendra tiroide është një organ i cili ndodhet në qafë, e ka formën e fluturës, është një organ shumë i vogël, mirë po me një rëndësi shumë të madhe. E bën prodhimin e dy hormoneve, e këto hormone kontrollojnë punën e gjithë organizmit. Do me thonë, ndikojnë pothuajse në të gjitha sistemet e organeve. Prandaj çfarë do çrregullimi në funksionin e gjendrës tiroide do të shkaktoj çrregullim edhe në funksionin e organizmit. Kur jemi tek se pse është e rëndësishme të kujdesemi për shëndetin e tiroides? Po duke pas parasysh rëndësinë e saj që e ka në funksionimin e pothuajse të organizmit, atëherë është në rëndësi të kujdesemi edhe për shëndetin e tiroides. Mirë po nuk e di si do të mund të kujdesemi më shumë, për arsye se nuk ka tash faktorët të cilët shkaktojnë dëmtimin e gjendrës. Kohët e fundit si patologji, si sëmundje është shumë e shpeshtë, me siguri ka qenë edhe më herët, mirë po kohët e fundit si duket janë edhe faktorë tjerë të cilët kanë munguar në kohët e kaluar, si vjet bela dhe tema e ditës sëmundjeve të tiroides, është sëmundjet e tiroides dhe inteligjenca artificiale. Do të thonë kjo është si temë që diskutohet, edhe është bazuar në ato që inteligjenca artificiale po përdoret tepër më shumë, do me thonë po hyn, po bëhet pjesë e jetëve të gjithëve, dhe ajo do të mund të ndikoj në diagnostifikimin, në detektimin e atyne elementeve ose problemeve pse të cilët shkaktojnë sëmundjet e gjendrës tiroide, dhe gjithashtu do të përmirësoj këto sistemet imazherike, do me thonë imazherin, edhe diagnostifikimin, do me thonë detektimin e shkaktarëve, si dhe diagnostifikimin më të lehtë të sëmundjeve të tiroides. Ndër faktorët të cilët përmenden, e sidomos të sëmundjet autoimune, që janë edhe bazë e shkaktimit të këtyre sëmundjeve të tiroides, konsiderohet sëmundjet autoimune janë sëmundjet tek të cilat rritet niveli antitrupave në organizëm, janë sëmundje që organizmi vetë i dëmton, mirë po diçka që e nxit, ndoshta është edhe stresi i cili kohët e fundit është shumë i shtuar, ndoshta se në të kaluarën. Mandej munden me qenë edhe faktorët e ambientit, një ajër jo shumë i pastër, mandej mënyra të ushqyerit, si duket ushqimet me pesticide, apo edhe ato mikroplastika që përmendën që veç janë në ushqim. Sëmundjet autoimune janë më të shpeshta tek femrat, dikun 80% do me thonë të rasteve shfaqen tek femrat, prandaj edhe lidhet ndoshta edhe me faktorët hormonal, ndoshta mungesa e estrogjeneve ose faktorë të tillë. Po gjenetika, doktoresh? Edhe gjenetika luan rol, po. Do me thonë gjithmonë nëse kanë predispozit, atëherë mundësia për shfaqjen e sëmundjeve është më e lartë. Po, cilat janë sëmundjet më të zakonshme të gjendrës tiroide? Gjendra tiroide, funksioni gjendra tiroide, dëmtimet e saj, mujnë me shkaktu mungesë të hormoneve të gjendrës tiroide, që quhet hipotireozë. Hipotireoza është gjendja kur gjendra tiroide prodhon më pak hormone. Sa i përket shkaktarëve të hipotireozës, shkaktarët kryesor janë sëmundjet autoimune. Është një tiroidit kronik i ashtu quajtur Hashimoto, në bazë të autorit i cili edhe e ka zbulu. Është mandej mundet me qenë dhe mungesa e jodit në ushqim, për arsye se jodi është ai substrati që ndikon në formimin e hormoneve. Jodin e marrim mas shumë të iman të kripës, mandej në deti mund ta marrim për një kohë të shkurt, mirë po këto janë ndër shkaktarët kryesor që çojnë në dëmtimin e funksionit të gjendrës tiroide.
Me qenë se merë pjesë në funksionimin e pothuajse të organeve të organizmit, atëre kretë organizmet do të funksionojnë më kadale të hipotireoza. Pacienti mundet me ndi lodhje, plëkshti, pastaj mundet me pas përgjumje, mundet me pas ftoft për arsye se prodhohet më pak nxehtësi në organizëm. Mandej mundet me pas rauna matë nga dalësuara të zemrës, në hipotension, mundet me pas problem me traktin tretës, me pas mundim pas ushqimit, me pas obstipacion. Mandej gjithashtu mund të ketë, sidomos të femrat mundet me pas çrregullim të ciklit menstrual, për arsye se gjithashtu merr pjesë edhe në e kontrollon sistemin reproduktiv, mundet. Edhe pacienti mundet me pas një ftyrë më të fryrë, sy më të ajur, sidomos ka pak të syve, do me thonë të jenë më të ajur, një lëkurë më të thatë, edhe më të ftoftë. Janë këtu ankesat edhe këto shenjat klinike që shfaqen tek hipotireoza. Do me thonë përfshin sisteme, ndikon në sisteme të shumta të organeve, duke shkaktu probleme mandej të shumta në organizëm. Mirë po jo edhe aqë serioze në qoftë se diagnostifikohet me kohë. Do thotë po përmendëm hipotireozën, po hiper? Hiper është e kundërta e hipotireozës, është një gjendje ku organizmi, tash të hipertireoza ndodhe kundërta, organizmi, gjandra tiroide prodhon në tepric hormone të gjandrës dhe tash këtu klinika është do me thonë krejt e kundërta me hipotireozën. Sa i përket shkaktarëve pse? Ndër shkaktarët kryesor është sëmundja autoimune, po ashtu, është morbus Graves-Basedov. Edhe kjo sëmundje është shumë më e shpeshtë, si me thonë, në 80% të rasteve ndodh tek femrat në krahasim me meshkujt. Është sëmundje ku krijon antitrupat edhe stimulojnë gjandrën me prodhu më tepër hormone, kështu që kjo klinikisht shfaqet me një gjandër të rritur në mënyrë difuze, do me thonë është një strum si gush e cila vrehet në shtadhe në qafë më e rritur, dhe gjithashtu shoqërohet me ndryshime në sy, që quhet exoftalmos, ku syt dalin jashtë, do me thonë, dhe mbesin për një kohë të gjatë të tillë. Ndërsa sa i përket simptomeve, personi tash krejt organizmi funksionon më shpejt, edhe pacienti është më nervoz, ka pagjumësi, është shumë i irrituar, humb në peshë, djersitet shumë, edhe ka barkëqitje, ka çrregullim të ciklit, ka një parahatini nervoz, të cilën nuk e kupton as vetë. Sepse po ndodh. Po, pastaj ka dridhe të duarve, do me thonë tremor të duarve, nëse ekzaminojmë pacientin e shohim që ai po flet shpejt, që është më i dopt, që e ka këtë exoftalmosin, do me thonë daljen e bulbuseve të syve jashtë, mund të avrejmë gjandrën tiroide të frirë në qafë, edhe gjithashtu e vrejmë që pacienti e ka qatë tremorin e durve, e ka lëkurën më të djersitur, edhe gjithmona referon që ai po ka oreks të shtuar, do me thonë edhe për kundër që po merr shumë ushqim, apo shkon vetëm të humb peshë. Kjo është që ajo tek morbus, do me thonë Graves-Basedovi, edhe kjo është tiroidit autoimun, mirë po hipertiroidik. Përveç Basedovit, si sëmundje autoimune, mandej janë edhe shkaktar tjerë të hipertireozës, mundet me qenë një adenom toksike. Adenomat janë disa masa tumorale që ndodhin në gjandër, edhe të adenoma toksike përfshihet, do me thonë, njëri lob, përfshihet me atë mas, edhe mandej ai lob automatikisht ajo mas fillon me prodhu hormone në mënyrë të pavarur. Do me thonë, prodhon hormone më tepër, prandaj edhe shkakton simptome të hipertireozës, ndërsa shkaktar tjerë mundet me qenë edhe një strum e quajmë multinodoze, ku në gjandrën tiroide shumë shpesh ndodh personi ka disa noduse, mirë po disa prej tyre nuk prodhojnë, ndërsa disa prej tyre prodhojnë hormone, kështu që nëse prodhojnë në tepric hormone, gjithashtu do të jetë kjo pasqyrë klinike. Prandaj e quajmë si strum multinodoze toksike, pra sepse shkakton hipertireozë. Gjatë kohës përmend edhe cilat janë dhe shenja, ndoshta simptomat që shfaqen në të dyja tre rastet, por në përgjithësi, në cilat janë ato simptomat që nuk duhet neglizhu dhe duhet drejtu mjekut?
fillimisht kuptohet mjekut familjar dhe më pas mjekut endokrinolog. Tash te hipotireoza pacienti mundet me pas dikush ka vetëm lodhje, dikush ka problem ndoshta me obstipacion, dikush ka problem edhe me sistemin reproduktiv, ndonjëherë kanë problem edhe me cikël menstrual, domethënë, ose edhe me pamundësi të mbesin në shtatzon, nëse hormonet janë. Ose ndikon në fertilitet sigurisht. Mundet me ndiku edhe në fertilitet. Mirë po, ndonjëherë dhe kanë hipotirozë të rëndë, nuk kanë ndonjë simptom të caktuar. Këto sëmundje shpesh diagnostifikohen edhe rastësisht. Për arsye se me qenë se shkaktojnë të lashe të ndryshme të dikush të lashe me tretje, probleme tretje në ushqimit, problem ose me obstipacion, atëre përfundojnë shkojnë të gastroenterologu, atëre të gjithë tash janë vedisu dhe e kam pa që mundet me qenë problemet e gjandrës tiroide shkaktari problemeve tjera, si ato për shembull të gastroenterologu, ai e kërkon të bëj analizën e hormoneve të gjandrës tiroide, ose shpesh të ginekologu kur shkojnë qoftë për çfarë do probleme të ciklit ose për shembull për infertilitet, atëherë e para që kërkojnë është një analizë hormonale, do me thonë është TSH-ja që analiza që na tregon për funksionin e gjandrës tiroide, ose shkojnë te mjeku familjar dhe mjekët familjar e kërkojnë shumë të e pas parasysh që është sëmundje tepër e shpesht dhe që po i shfaq simptome të shumta në sisteme të shumta të organeve. Prandaj diagnostifikimi, se tash e përmendim pse po shfaqet, do me thonë shumë më shpesht, përveç faktorëve tjerë të ambientit, si duket edhe përpara ka pas raste të shumta me hipotireozë ose me probleme me gjandër, mirë po për njerëz nuk kanë qenë të vedishëm, të vedisuar, të me thonë për shpeshtësinë e këtyre sëmundjeve, edhe është neglizhu si temë. Ndoshta është mjeku në ato raste ku ka qenë formë më e rëndë, mirë po besoj që dhe në të kaluarën ka pas raste të shumta, mirë po tash diagnostifikohen më shpejt duke pas parasysh që specialistë të lëmive të ndryshme, duke fillu prej mjekëve familjar, po ashtu edhe në lëmi tjera, për çfarë do problemi kërkojnë hormonet e gjandrës tiroide. Do thotë, një nga mënyrat diagnostikuese është dhe analiza e gjakut, do thotë ku kërkohet, po cilat janë metoda tjera? Tash së pari kërkohet gjithmonë, do me thonë, hormonet e gjandrës si dhe TSH-ja që prodhohet në hipofizë, e që hipofiza e kontrollon gjandrën, madje kërkohen edhe antitrupat, të cilat në qoftë se janë të ngrituna na flasim për një sëmundje autoimune. Tek një person antitrupat munden me qenë të ngrituna, ndërsa funksioni i gjandrës me qenë krejt në rregull. Atëherë kjo quhet si tiroidit autoimun, mirë po funksioni i gjandrës mundet me mbet me vite i tillë, i normal, prandaj te ata e bëjmë përcjelljen e këtyre antitrupave. Ndërsa mandej si ekzaminim tjetër ose si metodë tjetër diagnostifikuese është edhe ultrazëri i gjandrës tiroide. Ultrazëri i gjandrës tiroide kryhet me qëllim e pa tash ndryshimet në gjandrën tiroide, nëse kemi të bëjmë një tiroidit kronik ai vret, këto nëse gjandra është e rritur, nëse është një strum ose gush siç e kanë quajtur përpara, si pasojë kryesisht e mungesës së jodit, atëherë e vrejmë, do me thonë matësinë e saj, mirë po çka është i mirë, për çka është shumë e rëndësi ultrazëri i gjandrës tiroide, është i mirë në detektimin e këtyre nyjeve ose noduseve në gjandër, për arsye se funksioni i gjandrës mundet me qenë krejt në rregull, mirë po në gjandër të ketë ndryshime si nyje ose na i thojmë si noduse. Këto noduse munden me qenë ndonjëherë me madhësi më të madhe ku personi edhe i vren vetë. E sheh që e ka një masë që është ngrit në qafë, ose e vren rastësisht, mirë po në shumicën e rasteve munden mos të vren fare. Pse është me rëndësi detektimi i hershëm i tyre, se me një përqindje shumë të vogël, këto nyjës dhe këto noduse munden me qenë edhe sëmundje malinje. Do me thonë munden me qenë noduse malinje, mundet me u bë fjalë pra për një kancer të gjandrës tiroide, i cili nuk jep fare simptoma, për arsye se funksioni i gjandrës është në rregull, përderisa nodusi nuk rritet mjaftueshëm sa me i shkaktua atij probleme ose gjatë gëlltitjes ose me pas frymëzanie, atëra ai nuk e vren fare. Mundet me qenë 3 mm edhe të jetë kancer. Viteve të fundit, ne edhe në klinikë e bëjmë punksionin, si e bëjmë diagnostifikimin mandej të sëmundjeve malinje, këto noduse, po them në shumicën e rasteve janë beninje, mirë po bëhet ultrazëri, mund të bëhet scintigrafia, është një metodë tjetër diagnostifikuese,
edhe mundet me u bo punksioni, do me thonë me gjilë për punksion biopsia, me gjilë për depërtojmë në këto njëje, marim pak material, edhe mandej bëhet egzaminimi histopatologjik. Viteve të fundit, ashtë po themi që është shtuar numri i sëmundjeve malinje të gjandrës tiroide, mirë punë mendoj që edhe për para ka pas për diagnostifikimi ka qenë i mangët. Kur jemi tek trajtimi, doktoresh, si trajton zakonisht to çrregullime? Po, sa i përket hipotireozës, atëre një gjendje ku pra organizmi ka mungesë të hormoneve të gjandrës tiroide, trajtimi është shumë i lehtë. Fillohet me levotiroksin. Levotiroksina është substanca e cila faktikisht paraqet hormonin e gjandrës tiroide që i mungon organizmit. Prandaj pacienti e merr zavendësimin e atij hormonit me anë të tabletës. Doza mandej bazohet varësisht prej kilogramëve të peshë trupore ose edhe e përcjellim në bazë të vlerës së TSH-s. Ndërsa sa i përket hipertireozës, tash në varësisht dhe do me thonë çfarë shkaktari është i hipertireozës, bëhet edhe trajtimi. Në rastet kur kemi të bëjmë me morbus Graves Basedov, do me thonë me sëmundjen autoimune, ku gjandra është në mënyrë difuze e rritur dhe prodhon ma tepër hormone, atëre trajtimi bëhet me barna të cilat e ndalin sekretimin e këtyre hormoneve. Provohet me barna për një kohë, për shembull për 2 vite, mas ndej ato funksioni gjandrës normalizohet, mirë po mas një kohë mundet me u aktivizu përsëri, prandaj në ato raste rekomandohet të bëhet ablacioni me radiojod. Radiojodi, do me thonë, ipet me një dozë jo shumë të lartë, edhe radiojodi mandej absorbohet prej gjandrës tiroide, edhe çka bën e shkatron indin e gjandrës tiroide, kështu që do me thonë e shkatron gjandrën tiroide, edhe mandej pacienti kalon në hipotireozë. Mirë po, ka njerë është i kontraindikuar, sidomos tek persona të Gravesi është edhe oftalmopatia, exoftalmusi, në disa raste është i kontraindikuar, mandej te problemet me zemër, për arsye se personat me hipertireozë munden me pas edhe tahikardi, do me thonë rrorat shpejta të zemrës, që munden në shumë raste të rralla nëse nuk trajtohet me vite me shkaktu insuficiencë kardiake. Ndërsa, do me thonë, trajtimi tjetër i sëmundjes së Basedovit, pra një strume difuze toksike, bëhet me operacion. Pacientit i hiqet, do me thonë, nga kirurgu, e bëhet me një heket tërësisht gjandra tiroide, edhe mandej pacienti do të kaloj në hipotireozë për tërë jetën, për arsye se do të ketë mungesë të hormoneve të gjandrës. Është më mirë përcillet me terapi dhe kështu që mos të fikson te shikuesit, ka se shkon shumë mirë, nëse zgjedh me kohë, trajtohet si duhet, kështu që bën një jetë normale. Prej asnjërs prej formave. Do me thonë, kjo është trajtimi i hipertireozës, ndërsa te struma multinodoze, nëse është strum multinodoze toksike, prapë, do me thonë, nëse ajo prodhon hormone edhe shkohet me terapi për disa vite dhe shohim që s'ka përmirësim, atëherë është më mirë të hiqet tërësisht se sa të lihet e tillë, për arsye se mundet me shkaktu më vonë, po them edhe probleme me zemër të këta pacient, ndërsa nëse noduset janë të qeta, nuk prodhojnë hormone, edhe gjithashtu në biopsi edhe në disa analiza tjera e shohim që këto noduse nuk janë diçka të dyshimta për ndonjë malinitet, atëherë personi qëndron me ato noduse, do me thonë, për një kohë të gjatë, vetëm se bëhet përcjellja klinike e këtyre noduseve nga ana endokrinolog. Po, sa mund të parandalohen sëmundjet e gjandrës tiroide, doktoresh? Sa i përket parandalimit, është me rëndësi ushqimi të mire, do me thonë, tash në përpara, ka pas ndoshta ma tepër mungesë të jodit dhe ka pas për arsye se jodi është ai substrati që ndikon në formimin e këtyre hormoneve në gjandrën tiroide, ndoshta është mungesa e jodit në ushqim që mundet me shkaktu qoftë hipotireozë, mirë po dhe të prica e tij mandej mundet me shkaktu hipertireozë, nuk ka ndonjë parandalim. Parandalimi më i mirë është me e bo ekzaminimin e hormoneve, në ato analizat laboratorike komas kohë persona të cilët kanë ndonjë ankesë ose që e kanë dikënd në familje me probleme të gjandrës tiroide, të bëjnë më shpesh analiza rutinore laboratorike të hormoneve, po ashtu edhe të antitrupave, dhe të detektojnë më herët sëmundjet e gjandrës tiroide. Për arsye se s'ka ndoshta ndonjë parandalim tjetër. Të kemi kujdes dhe në stilin e jetesës, cilën e bëjmë ndoshta, dhe ekzaminimi
sa më i hershëm. Është jodi ai që merr pjesë, jodin e marrim na veç me anë të kripës së kuzhinës, për ndryshe nuk ka ndonjë metodë tjetër. Ndoshta ti ikim edhe pak stresit. Sëmundjet është interesant, autoimune janë shumë të shpeshta tek gratë, do me thonë 80%, ndoshta janë më të shpeshta Hashimoto është tek gratë se sa tek meshkujt. Edhe një artikull që lexova shkruaj që është e tillë për arsye se gratë i marrin sendet shumë më nga zemrës edhe kanë stres më shumë se sa që kanë meshkujt, prandaj edhe këto sëmundje shfaqen më tepër te gratë, me thonë antitrupat. Është e vërtet kjo? Ndoshta po. Doktoresh, folëm herë që ndikon shumë dhe tek në fertilitetin e gruas, po tek shtatzënat? Po, është shumë e rëndësishme shtatzënat të bëjnë matjen e hormoneve të gjandrës tiroide qysht në 3 mujorin e parë. Në fillim të shtatzanisë, tash e shohim shumë shtatzana që vinë nga ginekologu, pothuajse të gjithë ginekologët e kërkojnë analizën e gjandrës tiroide. Është me rëndësi për arsye se fryti 3 muajt e parë, gjandra, domethënë e frytit në mitër nuk prodhon hormone. Prandaj gjitha hormonet i merr prej nanës. Kështu që i merr me gjak, domethënë prej nanës, edhe nëse ka mungesë atëherë mundet me pas deficit te fëmiu, mandej i përsalindur. Mundet me lind me ngjecje të ndryshme, sidomos këto janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit të frytit tek fetusi, dhe mungesa e hormoneve tiroide mandej mundet me shkaktu edhe ngjecje mendore. Ka raste të rralla që janë si hipotireoz primare kongenitale, ku fëmijët lindin me hipotireoz, edhe ata vrehen, domethënë në fillim janë më të ngadalshëm, janë muskujt i kanë më të lëshuar, hipotonik, gjuhën e kanë më të rritur, e kanë të qitur jashtë. Fatmirësisht kohëve të fundit janë raste të rralla, mirë po mbesin edhe me ngjecje mendore për tërë jetën. Prandaj për arsyes është këto, domethënë mungesa e hormoneve mundet me shkaktu dhe pamundësi me mbet shtatzane, mirë po dhe pasi të mbesin shtatzane është shumë e rëndësi, domethënë të monitorohet, të kontrollohet hormonet të gjandrës tiroide me analizë dhe të detektohet në fazat e hershme me qëllim që mos me shkaktu mandej probleme tek fryti. Mundet me qenë ndoshta edhe shkaktari ndonjë aborti të mundshëm në 3 mujorin e parë, shkaktar mundet për arsye se ndikon pra në sistemin reproduktiv, shumë shpesh mundet me qenë edhe shkaktar i mosmbetjes, domethënë shtatzan të gruas. Prandaj edhe ginekologët e kërkojnë edhe gjatë domethënë këto raste, është me rëndësi. Edhe është çka tjetër nëse një grua është me hipotireoz, edhe është shtatzan, atëherë preferohet që niveli i TSH-s, pra i kësaj analizës që bëhet të gjandrës tiroide, të jetë deri në 2.5. Prandaj doza e levotiroksinës që jepet gjithmonë duhet me u jap e tillë që të jetë në vlerën deri në 2.5. Minutat i kanë shumë shpejt me ju, doktoresh. Edhe në minutën e fundit, cila do të ishte edhe këshilla, pse gjatë tërë kohës dhe datë këshilla dhe sqarime, por meqenëse të shënotam dita botërore e tiroides, cila do ishte këshilla juaj për publikun? Të kujdesem për veten, edhe në ato analizat laboratorike rutinore bile një herë në vit të bëjnë matjen e niveleve të hormoneve të tiroides, e sidomos personat të cilët kanë simptoma ose simptomat të cilët kanë anamnezë familjare pozitive për këto sëmundje. Pra nëse kanë dikend në familje me probleme të gjandrës tiroide, atëherë pse jo, edhe gjithashtu është me rëndësi të bëhet screeningu, jo vetëm të bëhet matja e hormoneve, mirë po në tërë botën bëhet screeningu i tërë popullatës, bëhet ultrazëri, dhe me anë të bëjnë një herë në vit bile një ultrazor të gjandrës tiroide me qëllim të detektimit të noduseve të cilat në raste të rralla fatmirësisht munden me qenë edhe sëmundje malinje të gjandrës. Doktoresh, unë falenderoj shumë që gjejtë kohë ishte mysafire në programin e mëngjesit dhe të presim sërish në studio me këshillat e tjera. Faleminderit për ftesën. Dhe ju priftem bara në punën tuaj. Faleminderit shumë.